Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në emisionin Intervist nga Televizioni Vojnë. Sot ndodhemi në zemër të Shkodrës, në qytetin ku fjala artistike merr frymë ndryshe. Sot kemi kënaqësinë të zhvillojmë një bisedë të veçantë me një prej zërave më të dadhuar të poezisë, me shkrimtaren, autoren Life Hasa, me një karrierë të gjatë dhe të begatë me poezi që të i çojnë ndjesi të thella në vargje që prekin zemrën. Ajo ka arritur të krijojë një univers poetik të vetin, duke servirur për lexuesit botimet më të bukura. Ajo është njëkohësisht edhe tekst shkruese. Intervista jonë zhvillohet pikërisht këtu në Shkodër, ku tradita letrare është e gjallë, ku fjala ka kujtesë dhe ku poetët kanë ditur gjithmonë të bëjnë shpirtin të flasë. Zonja Life, faleminderit shumë që pranuat ftesën e Televizionit Vojnë dhe na mirëpritet këtu në Shkodër. Faleminderit ju në radhë parë, përshëndes të gjithë shqiptarët tonë, si më thanë, malësorët, kudo që janë, dhe jeni të mirëpritur për intervistën, është kënaqësia e jeme. Dishe të shtoja që unë jam autore e romanit dhe e gjinisës prozës së shkurtër, e cila më plotëson backgroundin. Atëherë, ju keni një karrierë të gjatë, pra keni një bagazh të pasur kulturor, mund thoja unë. Tani ju mund të prezantoheni vetë qysh nga fillimet e tuaja deri tani me profesionet e tuaja për teleshikuesit e Televizionit Vojnë pra në Tuzë. Atëherë unë kam linë në Shkrel, në Zogor, ale jam shumë minjohëse dhamit ku kam linë, pasi kam gjetë dhe kur kam lindë, dhe thënë jam rritë me tradita të jashtëzakonshme, të atyre malësore burnesha, nga gjitha drejtimet sa unë ato tradita, ato zakone, ato doke, unë asë njëherë edhe asë nuk i kam gjetë ashtë pastra. Edhe shpresoj dhe mendoj që përsëri malësia e madhe runë shumë qka, edhe nga ato. Atëherë përveç kësajt, unë duhet them sepse qiftelia e parë në Zagor, ka ardhë nga një burë me mbiemër Senaj, dhe për herë parë Shaban Berca dhe para nërshqytit e para gjithve, kur unë në moshën 2 vjeçare kam kënu me Shaban Berca, dhe pastaj në gjitha nej, dhe thënë në Reç, në Shkodër, ku boshim koncertet mëdha me Shabanin, dhe nga kjo unë shkova dhe në shkollë të muzikës nga talenti. A i mendoj që ka zbulu një talent malë, por unë këngën e vazhdova dhe dikur u mora ma shumë me letërsi. Edhe pse shkova në shkollë të muzikës. Duhet të them se Zagora ka kënë një djep kulturet. Unë e quj tribun e koncertesh, tribun spektaklesh. Zagorës nuk e kanë mungu asnjëherë njerëzit e... Unë duhet të them edhe të mëdhej, sepse Zagora ka dy përkthys, Ramislika dhe motra e ti, janë përkthys rusishtjet Gjemilika që të dë, Zagora, përveç edhe shkrimtar Ramislika, ka 2 regjizor, Anton Grisha, me i cili ka pas shumë filma dokumentar dhe filma tjerë, njëkohësisht edhe Duart Grishaj është prej Zagorat. Përveç historisë të fortë që ka me dhe Shmarashin antikomunisti i parë, në Shqipëri, ku vujti për sekundë, du më thane e shpika pas Tramajora. E tjere, nuk po përmendi Life në këtë rast, Gëzim Vuçën, kemi shumë rapsot, Tom Marvuken, Fran Marvuken, du më thane, e shumë këngëtare, aty ka pa pjesë dhe Vida Kunora si këngëtare, por nuk është nga Shkreli, është nga Goraj. Aty është Elvira Fierza nga Zagora, këngëtarja. Por Zagora është një tribun. Mira, atëherë ne do të ndalemi pak tek krijimtaria. Kur keni filluar të shkruani për herë të parë? Në cilën moshë dhe cili ka qenë libri i parë që keni botuar? Unë kam shkruar, unë në Puk, që ku kam punu, kam bërë shumë koncerte, kam kënë mëdhisë artistike, festivalet pionjerëve për afro 7 vjetë rresht. Isha mësuese muzike, më ne kalova udhëheqësja pionjerësh në shtëpinë e pionjerit. Dhe aty për shkak të mungesës e tekstave, melodive, unë i krijosh edhe veja emrat e tjerëve, sepse kështu funksiononte, se Puka ishte një vend, por do të thënë boja gjona të bukura në atë kohë me përshëndetje etj. Edhe kam qenë pjesë e orkestrës së Nërshqytit, ku për mua është një fantazi, një gjë e mrekullueshme që unë kam marrë pjesë, e çuj me fat që kam kënë, sepse Nërshqyti nuk vjen më.
dhe Nushiti është simfoni e gjallë me veprimtarinë e tij. Këtë si duket ja kanë sjell malet, burimet, ujvarat, vendet e bukura, pishat pa marim etj. Ishte një pjesë e bukur e jetës. Edhe mendoj që kjo është edhe një frymëzim, edhe manej për më shkru, kur u kthej vonë në Zagor, kam vazhdu kam shkru, aty kam edhe një përvendlinje në cilën do ta lexoj më vonë për Zagorën, është shumë e bukur. Nëse e kam librin, nëse nuk e kam marrë në shtëpi, megjithatë do ta çoj, mund ta recitoj edhe jo. Si u prit aso kohë pra që shkruajte, si reagoi publiku, mund thoja, pasi që nëse kthehemi pas në vite ka qenë pak më vështirë që gratë të emancipohen, të shkruajnë, të kenë atë lirinë e fjalës siç është koha tani. Jo, sa ka qenë vështirë? Në Zogor s'ka kënë problem fare. Unë jam rrit një familje ku baba ka kënu, njerëzit në përshpia kanë mojt lahuta, kanë kënu shumë bukur. Ama sarro se vim edhe nga një vend ku ka qeldoda Carnegie për Zogor, ku identifikon fishta shumë mirë në vargjet e tij lapidare të lahutës Malsis. Por unë nuk kam pas kompleks asnjëherë. Përsa unë kam dosh gjithmonë me sfidu opinionin. Duket e kam gjë bobstëm edhe gjyshës konone që e kena sfidu opinionin. Nuk na ka, ose familja tillë me tradita, edhe shkollimi, të gjitha këto. Por në poezi ke të drejtë se njeriu del pak i zhveshur dhe njerëzit thonë, sa pas ke një dashuru, sepse normalisht që shkruajnë për dashurinë për anën etj. Por i them, edhe ju keni dashuru, po s'keni ditë me shkru. Kjo është përgjigja. Sa libra keni botuar deri tani dhe në cilat shtëpi botuese keni bashkëpunuar? Libri i parë daton vitin 94, është Era, por që unë e harrova për momentet. Pastaj kam të dytin 95-ën rastësisht, është libri Si kur ditët të ngjasonin, vitin 96 mbahet se është kë, dhe pastaj në vitin 2000 kam librin Kam ecur, pastaj kam bë librin tjetër me prozë Monella, që më të vërtet është libër që më pëlqen shumë. E jo pse s'është bukur poezia, por proza. Pastaj kam Martinin, kam ributulli një herë prozën, Monellën, ja ku është, sepse disha ta bie në kohë, që delta dhe një herë ma plotësume. Por ajo që dua të theksoj për lexuesin, për dëgjuesin, për shikuesin. Mëlçia e madhe, Korxhona, edhe ka aq shumë resurse, aq shumë jetë, aq shumë prurje, so ne, do të thonë, gjejmë bazamente nga këtë prurje, edhe kena çati themi, të ardhmes, publikot, dhe njerëzit që du vinë pas nesh, e nuk du të heshtim, sepse mos të harrojmë se edhe nga po si Krishnik që është këtu në për odat tona. Unë më imen, ne kena pas një od 6x6 për miq, e kjo ka funksionu në për shumë shtëpia në Malci, kanë shtëpiet me dukate dhe oda e miqve, ku mlidheshim dhe ku kishte urti. Ku kishte shumë gjëna, ku kishte lahut, kishte qifteli, kishte urti, etj. Ndër këta libra të cilët vërtet gjithë janë të bukur, madje unë kam patur kënaqësinë që të lexoj edhe prej tyre, kam edhe në shtëpinë time, por cilën do ta veçoje ti si më të mirin, pra prej poezive, do thoja unë përveç prozës që e cilësove dhe ti vetë, dhe cili është ai libër që ka bërë më shumë bujë, më shumë jehon për artistët, për lexuesit, por edhe për kritikët sigurisht. Dikur unë librin e parë Era, kur nxorra në fillim dhe promovova në Bajs, dhe do të kaqa i ndjeri se ka një poet shumë i mirë dhe për momentet shumë i mirë, dhe thoshte si me hamër Era, dhe të thënë libri Era në shoqëron kudo. Kurse kur botova librin e fundit, Martini, Torin Marina thoshte, megjithse edhe na ka përkrap, Tonini pak, thoshte që Martini Lifës është burri mirë, burrë zotni. Thotë që libri është burri mirë, po çeshte me pak ironi. Se cili libër ka të veçantën e vetë, në kompleksitet. Unë i them lexuesit që unë nuk ja kam fut kat, dhe nuk kam punu kat, dhe nuk kam shkru kat. I them edhe shikuesit, mos shkruni ose mos botoni një libër si një fotografi, nuk ka vlerë. Lodhoni me bëj një libër, sepse libri i Martini ka një mas 20 vjeç që shkrujt.
është fillu në Innsbruck, në Austri, ku kam nejtë 3 ditë, dhe mas 20 ditë që kam botu. Alle monela, po kështu ka një kohë zgjatje shumë në shkrim, po kështu dhe më thanë, unë më në them se nuk e kam librin përsëri për mbledhjen, me poezi që kam bo këtë vetë, ditët e mia, janë tënë atë kam bërë një përmbledhje të 4 librave, sepse po humbashin, ishin të vjetëra shumë, dhe më thanë shkronjat, ashtu si që funksionut atëherë koha, dhe unë e bëna një përmbledhje poetika. Dhe doli shumë e mirë, dhe më plotësoj dhe duket sikur njerëzit i binë shkurt të lexojnë poezinë tonë, kjo ka mirë, kjo do të thonë, aty më duket se njerëzit ose lexuesit ose ato që më njohin mua e kanë vënë një vul te krijimtarista me sepse është e shkurt, lexohet shpejt, dhe sa mirë. Jo vetëm dje, para dje piva një kafe me një shoqe, Elvira Çapoliko, dhe ajo kishte postu një poezi timën që e kisha në ndoshta. Edhe i kështë që shoqet vita disa poezi tjera, ato i këshin thonë, ku ashtë kja? Ku ashtë një kja poete kaq e mirë, kaq si ka mundësi dhe si mund të gjejmë. Pra du më thanë, libri shtegtan, poezia shtegtan. Edhe ne edhe mund të lexojmë këtë poezinë ndoshta. Si du të lexojmë? Atër vetëm një minut që të lexoj, ndoshta, në përdyrë të vjeshtës sate, unë gjethe fundit, harruar diku. Dikur e përfumuar me përshëllim, në përdyrë tani, pa përshëndetje. Kalimtarët më shklasin, dhe dyfrimin time që botën të të çmendet te e man, heqtohet edhe i fundit kalimtar. Ndoshta, bukuria ime i le pa gjumë. Ndoshta, në përdyrë të vjeshtës sate, unë gjethe fundit, harruar diku. Shumë e bukur, atëherë do ta lidhja me këtë pyetje që do të thënë kohët e fundit rrjetet sociale janë edhe një dritare për të postuar krijimtarinë tonë, dhe unë shikoj që jeni mjaft aktive sepse edhe unë jam një adhuruese që i lexoj poezitë tua dhe i vlerësoj shumë. A mendon se kjo është vërtet një gjë e mirë për të rinjt, pra në mënyrë që të lexojnë poezi jo vetëm nëpërmjet librit fizik, por gjithashtu kanë mundësi të lexojnë edhe nëpërmjet internetit? Duam ne, interneti është një e qasje e kos, ne nuk kemi ku të shkojmë, ai ka vlerat shumë vejtat të mëdha, por libri edhe lexohet ka vlera edhe më të mëdha. Ne postojmë një pjesë të vogël, por unë jam edhe pak person që edhe revoltohem ku shkruaj, dhe përveç pjesës letërsisë, unë i bi pak edhe majtës dhe djathës problematikave ekzistencës tonë në Shqipëri, problematikave që ka shoqëria, dhe mendoj që mirë bëj, dhe nëse nuk e bëjmë ne, kush do ta bëj? Jemi personat më të përgjegjshme, sepse, si që thotë një thënie e madhe, poetët janë legjislatorët më të mëdhenj të botës, pra bëjnë ligje, koha, kënga është shumë e shkurt. Kënga është shumë e shkurt. Ka 2 strofa edhe një refren, por në botë këngë kanë bërë revolucion. Kështu që edhe poezia, edhe në botë ka bërë revolucion, dhe njifet e poezia botërore dhe që bërë revolucion. Shpresojmë që edhe ne të bëjmë revolucion, në ushtë do kemë fati, nuk e di allon, por ne shkryjmë sepse na pëlqen me shkryjt në radhë parë. Atëherë gjatë këtyre viteve të karrierës tuaj, cilat mund të kenë qenë vështirësitë apo sfidat që keni hasur më shumë, jo vetëm në krijimtari, por edhe në botimin e tyre, ose edhe tek qasja që ke pasur tek artistët e tjerë? Si të kanë mirëpritur ata, pra çfarë vështirësish mund të cekje ti? Përveç se sigurisht edhe financiare gjithashtu, të cilat as ato nuk përjashtohen. Unë të them të drejtën, edhe lekun e kam fitu vetë, edhe kam kënu, kam shku gjithandaj, kam një gjeografi lëvizjes të madhe shumë, Kanada, Maqedoni, Gjermani. Do të flasim dhe për këtë? Dhe, do të thënë, e kam djerë lekun vetë, kam pas pak sponsor, po jo për sa më rejtojmë ne. Edhe i kam thënë, këtyre që janë pushtetarë, na shfrytëzoni, ne tani mund t'ju japim. Ne i marrim me vetë ato nesër kur ti kem nga kjo botë, po pra ne shfrytëzoni që të nxjerrim gjëra të bukura. E disa gjëra të bukura ka malësia, e disa kam unë për me shkru prap. Kam një libër, po normale që du të zgjate me e ba, që du të bëjt bukur.
tjetër. Do të them që vështirësia, si që më pyete, vështirësia është sepse sot ka shumë prurje. Do të thonë, shpeshherë them që e prin krejt pyllin. Nuk duhet funksionoj kështu. Pasi ke funksionon sepse shtëpijat botuese dohen pare, shtëpijat botuese dohen prurje, edhe nuk e intereson, je i mirë, si je i mirë, unë edhe të panajiri kisha shumë, panajiri këtë rrallë, më duk mirë tha Flutrashka kur bëm një takim në Shkodër. Kisha tha njërën tha aty që kishte titullin e librit Ti je trap. Edhe isha e balluku me mjemën. është bë më shumë prezencë e personit se sa e mentalitetës se e bët kuptimi që ka. E aftësive. Po, e kam parë këtë libër nga Neda Bulluku. Atëherë, ju me siguri keni marrë pjesë në aktivitete shumë të shumta, do më thënë, mund të jenë edhe të panumërta, nga fillimi i karrierës tënde, si tekst shkruese, si muzikante, por edhe si autore. Keni qenë jashtë vendit, të thatë edhe ju vetë, atëherë mund të na tregoni pak se cila nga këto aktivitete ju kalon më shumë bresa në jetën tuaj, nëse mund të cekni dhe nëse jeni vlerësuar me çmime, gjithashtu, si ju kanë pritur publiku, pra si ka qenë jehona e aktiviteteve? Unë kam kënu në Kanada dhe kam bërë koncerte. Dhe ato dhe më tha nuk më njëfshin me emra dhe më thoshin mu ditë të këndosh tjera se do në ato për... Po si ditë bëme provën e male dhe dole me sukses dhe më ne i vazhdova. Në Kanada kam shku 2 herë, por edhe në Maqedoni pidhimet, dhe më thanë kur unë këndoja, kena shku me Zev Beken, Fran Marvukaj e me Pranvera Marvukaj, i kena shku në vitin 93-94. Ishte pare e madhe atëherë, dhe më thanë kur këndonim një për dasma. Por aja që më ka, jam një ma shumë qete, ma mirë, ka kënë kur kam bë agjensinë e spektakleve Kosova Live, kam kënë krejtë mërëna konceptimit dhe mundësis, edhe talenti që kam pasur, të i punu dhe përgjegjës e kulturët e drejtore e kulturët, ale s'kam pas asnjëherë as emocion absolutisht dhe kam qenë shumë e suksesshme. Kam bërë koncerte në Velipoj, në Shëngjin, kam qenë licencume, në Shkodër, Pallatin e Sportit e kam mbush 2 herë, dhe kam punu me këngëtarët më të fuqishëm në atë kohës, Montrendi, që ishte Meda, Adelina, Genta, e tjerë janë të shumët në numër, s'po i përmend të gjithë, por që unë kam shku deri në Rikum të Vlorës me koncerte me Shpat Kasapin, me Nora Istrefin, e tjerë, të cilët e i përshëndesim. Do më thënë atëherë ju vetë, më shumë e gjeni vetin tek librat, pra si shkrimtare apo si këngëtare, sepse të them dhe vërtetë nuk isha shumë informuar për këtë pjesën që pas keni qenë një këngëtare vërtetë e famshme. Dhe më shumë të kam lexuar nëpërmjet librave. Ju vetë, ku e gjeni më shumë vete? Po të futesh në internet, do ta shtoja këtë dhe kam disa këngë që i kam bën vitin 2000, mas ka bën 2003. Do i shikoj tani gjitha. Po i kam në internet, po janë shumë duke, sepse janë tekstet e muzikat e mia. Edhe më thot ai studios, ke iso shumë bukur, thot ti ma këndon, thot atë, thret Prizreni mori Shkodër. Ej, thret Prizreni mori Shkodër, ajde të rim se te ka motër, me redursin e Tiranën, se na kështu e gëzojnë ananen, e tjerë. Dhe unë hyrë në studio dhe im paguvi mirë dhe qëdimi ishte jo për me lang ta këngë, sa me marë paren. Por unë kam kënu në tëzë. Në kohën kër ati u bëha të luft, unë kënusha këngën në Mitrovitin e Kosovës, ka dal jazn i Karel Nikolës, e tjerë, i sa begin me Margjit, një natë vetë me u pjek, por ato, Milësia thëshë, po kjo aty i kënu këngë patriotike, jo, i thëshën, ato s'janë patriotike, ati u bëha të luft dhe unë kënusha. Si u kanë pritur publiku në Tuzë me që cekeve këtë pjesë? Më kanë pritë shumë mirë, ato shqiptarët për shnejtë që njëjteti me këngë të mija, së nisha malësorë, ale unë, dhe më thonë, edhe theksin edhe eposin e japë të mëmë, se jam bie shkarelit, edhe isha shumë bukur atyre, shumë bukur. Më kanë pritë te për mirë, unë kam respekt të qanë dhe i përshëndes të gjithë. Atëherë për të bërë një krahasim mes të shkruarit para disa dekadash dhe sot, a mendon se ka ndryshuar poezia shqiptare ndër vite? Poezia shqiptare duhet me pas prurje. Ajo është, poezia duhet me pas ritem, duhet me pas melodi, duhet me pas këmban, duhet me pas revolt, duhet me pas mesazh. Unë shoh që njerëzit shkruajnë dhe në qoftë se poezisë të i mohojnë për çfarë shkruan te.
për çfarë shkruan. Pra do të thënë, poezia tamam është flirt. Me dashurinë, me vetveten, me ambientin, me çdo gjë, dashuria është një flirt, është një moment që ti jeton bukur ose një formë të ngushtimit dhe pastaj ti e nxjerr, pra është një diçka që ti sa do lodhesh me bojë një poezi me ditë me net nuk, nëse e s'del për një orë, e s'del mallë pik, nëse ti vendor e ke gabim. Kjo është poezia, që nuk e kuptojnë dhe vazhdojnë të shkruajnë. Shkruani ende sot sigurisht, si frymëzoheni, ku e gjeni frymëzimin, çfarë ju frymëzon më shumë dhe kush ju motivon më shumë për të shkruar? Unë mendoj se është destino, jeta artistike që unë kam bë, fshati kur jam rrit me shumë tradita, me shumë këngë, me shumë gjëra të bukura që është fëmijë, unë mendoj se mos harroni kam e punuar me Salimanin, me Violeta Deden, me shumë tjerë dhe me Shaban Bersen, janë kolos me Nushitin, me Frok Haxhin, por edhe koncertet që i kam boj me në fund me Shkurtë Fejzën, me Remzi Osmanin, me Mejden, me Nesret Muqiqin, Afrim Muqiqin, do thonë kam, edhe këto kanë ato inspirimet e veta, sepse kënga edhe poezia normalisht janë afër tingujt. Po. Më pëlqen edhe piktura shumë edhe më afër, nuk e ushtroj, por më pëlqen shumë, më inspiron. Një artiste e vërtet me plot gojë. Po përsa ju përket aktiviteteve që zhvillohen, që mbahen dhe organizohen si në Malësi të Madhe, në Koplek dhe në Shkodër, a jeni e kënaqur me këto aktivitete? A mendon se organizohen ashtu siç duhet apo duhet të bëhen më shpesh? Si e shikon ti këtë pjesë? Atëherë unë sa dhe para pak kohësh kam shkruar në Facebook. Me që kena një dritare për me thënë diçka ose më revoltu. Aty ka shumë punoj kultura, ata s'bëjnë kur gjë. Ne bëjmë një aktivitet për Tom Marvukën, i dha një qytetar njerë dhe mirë bën. Edhe në fund kur fola Tom, kujt më lën çiftelin. Pra s'kishte kujt më lën, sepse gjithë ato punoj kultura nuk bëjnë asnjë kurs. As fiziomonik, as kitar, as qifteli, as lahot. Pra do të thonë janë 15-20 punoj kulturë sa diun. Dhe ato nuk rrisin një talent të ri. Dhe këte kam kritik për shumë vene. Dikur në Paroda janë kënu lahuta qifteli ose janë thonë këta gjona. Aja mërë rogën kotë, ose marrin rogën kotë gjitha të punojës kulturës bëjnë asgjë. Po kja është të mërshme. Po kush lejtë me mësë të bëjë gjë, ose ashetrush është kështë mërësh rogën, Po si shikoni ju interesin e të rive për të marrur me art, me kulturë, me letërsi mbi të gjitha dhe vërteta kanë qasje këta nga njerëzit që organizojnë, pra shoqatat që organizojnë? Po nuk i afrojnë, nuk rrisin talentet e reja. Unë du thonë, unë jam talent para, i bjen me thënë para 50 vitesh. Para 50, unë jam rrit me qiftelin dorë ose për i dikuj tjetër. E sot kush cili për atyre. Unë kam pas në Zagor orkester me 10-15 veta. E gjithë i bishe të vegjër ose veta ato mësoshe një tjetërin. E sot kush i bën këto gjana? Një fshatë, ma ne s'ka librari? S'ka librari? Ku ta marri librin tim për shembull, që më pyeta i mu për i bogët, ose për i dikon ku ke librin? Vjen në Shkodër me marr librin tim? I pëlqen. Vërtet është kjo pjesë. Duhet bëjmë më shumë për të rinjt. Atëherë unë tani kam një pyetje pak më emocionale, më sentimentale. Çfarë roli luan për ju udhëtimi në krijimtari? A ju sjell udhëtimi frymëzim, qetësi apo reflektim? Si ka ndikuar pra gjithë ky udhëtim në gjendjen tuaj shpirtërore mbi të gjitha? Udhëtimi ka përurje, ka gjithçka, se ka bukurin, ka mëgjepsjen, ka pejsazhin, se pejsazhi për ne, plus që kur ti jeton bukur, kur ti je një vend, nuk po thuna akademik, por një vend gjithmonë me njerëz të një shkalle, të një niveli, ne i marrim gjërat edhe nga rruga, nuk është, por ti kur jeton me nivel, do të thonë, ti nuk mund bësh gjëra pa nivel. Më thot një shoqe nga Olqini e cilin e përshëndes, pse nuk bën një libër të thjeshtë? Po s'mund më uli thëmë të ku dën ti. Unë s'di me bëhat që i dën me më thanë ti, thëmë unë di bëj këtë që i di unë. Dhe the se jeni duke punuar për një libër, një roman, apo jo? Po. Nëse mund të na zbuloni diçka rreth tij, apo do të mbetet surprizë? Ky romani Martini është vlerësueshëm, edhe nga njerëzit është kërku. Edhe unë e di që do të bëj një libër, një roman tjetër. Por shpresoj që dolin ofër Martinit, po jo si Martinit nuk po marr mendja.
vërtetë me bini të lot. Megjithëse ka një sepse ky është autobiografik, ndërsa ai libër është një histori e ndodhur në Shkodër. Nuk po e them në atë kohë ishte paradoks, ajo ngjarja e ndolli, por normale që aftësia jame për me e paraqit disi ndryshe dhe me çunë art, domethënë është diçka tjetër më shumë. Atëherë sigurisht që për të folur për artin duhen orë të tëra, megjithatë unë do të bëj dhe një pyetje tjetër ku lidhet me autorët shqiptar, me ata të cilët vërtet kanë lënë gjurmë të historisë dhe e kemi këtë të mirë ne shqiptarët, sepse kemi patur autorë siç kanë qenë Ajm Frashëri, Migjeni e tjerë. Ti lidhe cilën nga këto autorë do të veçoje si më të mirin, pra tek i cili ke lexuar veprat e tij dhe të kanë lënë gjurmë? Migjenia është i paarritshëm, pavarësisht nga revolta dhe nga dëshpërimi dhe ai vdiq shumë i ri, 7 vjeç. Është i paarritshëm, unë kam punu aty ku ka vënë si Migjeni, në Puk. Dhe kam shku të shtëpia Zenelit, kam udhëtu, kam shku e kam pasafër, kam shku kam pas shtëpinë e Zenelit. Ne kena dhe një fish që për fat të mirë na e ndrit malsinë e madhe, jo pse nuk është e ndritur, por mos ishte fishta me atë epopen përballjen me serbt, me kullën e barotit, domethënë mund të ishin harruar shumë gjëra, sepse fishta i gjen në popull të gjitha shumë vargje dhe i ngren lapidar, bën një vepër monumentale lahutën e Malësisë dhe do të jemi shumë krenar. Por në Malësi nuk shaf se bëhet. Malësia duhet bëhet simpozium shkencor për fishtën, duhet bëhet shumë çka, sepse nuk i muajnë edhe njerëzit. Nëse nuk i kanë Malësi, i kanë Shkodër, se i kanë Tiranë, që të flasin për fishtën, sepse çfarë bën fishta për Malësi. Edhe aty te fishta e po vinë 2 remizore, 2 djelmosha prej Zagore, me që jam prej Zagore, e du t'i përshëndes njerëzit, ka qeldoda, ka negila, 3 të mosh, si kërrej fela, qo ka qërë me relahutën, e mi thuj 2 fjalë të bukra, e mi thuj 2 fjalë shqiptare, se s'dalbej se pa më qitë fare, se këta 2 djem vdesin kullë barotit. Kullën e barotit e kam pa, që është matanë dhe më thanë, në bregun Liçenit. Tani ju prej vitesh jetoni në Shkodër, pra operoni më shumë në Shkodër se sa kund tjetër. Sa të ka ndihmuar Shkodra në udhëtimin tënd, duke qenë se Shkodra vlerësohet edhe si djepi i kulturës? Sa të ka ndihmuar në rrugtimin tuaj krijues? Po, në rrugtimin letrar krijues, Shkodra, si thoshte ja Omar Gjeka kur basha emisione për do të kaçën në Tiranë dhe për veti, thoshte që është pa mujtë mos po poet në Shkodër shkrimtar, po pse më ja i thoshe nuk bëhen atë? Po thëshë se Shkodra ka liçenin, ka bukurin, ka malin, ka detin, ka shumë gjana dhe pranej thotë të bëhesh me zor, jo nuk bëhesh me zor, duhet, Shkodra i thëshë ka shtresa pranej, dhe vërtet është kjo, edhe vështëritesh në përgjua dole të ku jemi këtë të oda, që i përshnes dhe këta për nërtë e kësaj që organizojnë eventet her pas here, është që përmujtën me këtë shiun që vjen, me gjithët që vjen, të mos inspirohesh, të mos bësh diçka. Pra është vetë vëndi që i jep dhe jo rastisht fishta, Migjeni, Mjeda, e tjere bëhen të mëdhenj në Shkodër. Atëherë në një botë që po ndryshon shpejt, pra revolucion do thoja, me ardhin e teknologjisë e tjerë, si e shihni ju të ardhmen e poezisë? A mendoni që do të jetë më ndritur apo do të jetë më zbehur? Interneti, për shumë qka, është shumë i livërdishëm. Sidomos, për problemet e turizmit, është i jashtëzakonshëm i mirë, e për shumë tjera, arritje tjera. Të letërsia, të krijimtaria, të leximi, që kryesisht të leximi. Unë nuk them se nuk kemi lexues, por shumë njerëz të i pas telefonin në dorë, harrojnë sepse duhet kene një libër në dorë. E libri ta bjen emocionin avash avash, ta bjen të bukur, të edukon më mirë, e nuk të lodh, të shplodh. Kja është dallimi midis internetit dhe librit. Nëse libri të shplodh, internetit të lodh. Nëse libri të bjen emocionin ka dal, ta bjen edhe thu, o mërzita. Pra, me libri nuk mërzitesh, dhe thu, a të kthehem edhe i herë. Unë kam libër që i kthehem. Është vërtet. Unë ju këshilloj njerëzve se duhet të jenë të qetë e të lexojnë ashtë më mirë, por kemi lexues, kemi, dhe kja pozitive shumë.
Një mesazh shumë i bukur ky. Atëherë, përpara se ta mbyllim edhe përpara se ti të na lexosh disa nga poezitë tua, do të na tregosh edhe për synimet e tua në të ardhmen, aktivitetet që priten të zhvillohen së shpejti, pra ku do marrësh pjesë, ku do jesh pjesëmarrëse gjatë këtij viti, por pse jo edhe vitin që vjen. Unë përse për këtë librave, unë nuk kam qef me e pushu, dhe më thanë, sepse e kam mundësin me vazhdu. Kam diçka dhe për Malsin, edhe për Zogorën. Do t'i quj surprise, sepse nuk du t'ja... Sepse sot të imitojnë, po thushti që du me boj këtë, shkan e bën tjetër, edhe po ta thush, ose e bën shumë keq, pa e bën. Nuk e ka problem sa e bën keq, edhe ti shikon se sa aktivitetet bëhen, sa pa vlerë, ose sa vlerësohet një person që s'ka absolutisht asnjë lloj vlere, por mu kjo nuk përshqetëson fare. Dhe shpeshherë nuk shkoj sepse më lodhin gjëna koti, gjëna pa që nuk kanë adrenalin, që nuk ke për çemu mlell, që nuk thot asgjë, dhe kjo të streson. Unë mendoj që në librin tjetër do të bëj një promovim, librin Martini e bën në Malsi, unë i bëj gjithmonë edhe librin tjetër e kam bë ditët e mia në Malsi, se më pëlqen. Më pëlqen që origjina është shumë çka, sepse ka folkun mbrëmë, ka traditën mbrëmë, ka pejsazhe, ka gjanat, ka bukurin, nuk e di, kam që e vogël kur ne me kohëna që të vegjel atje, do më thonë dhe nina pëlqen me i dhonë diçka vendit tonë. Mirë, atëherë, unë tani në këto momente do të ftoja që të na lexoje, të na interpretoja, që si dini ju vetë, disa nga poezitë, 2 poezi ose 3 më të bukura që mendon ti se vërtet janë më të bukurat për të gjithë teleshikuesit tanë në Maltezi, pra për të gjithë shqiptarët atje, por jo vetëm, sigurisht. Unë kam dëshirë t'i përshëndes miqtë e mi. Miqtë e mi, ju shpesh me mungoni, o miqtë e mi, me kamarmalli për shegun e vapës, për dimrin me shi, kur kaloni me një kafe në bar Lux Asnejk, kur me fjalët bënim tregti, kur fjala bëj komerc për paqe e njerëzi, ju nuk jeni princer, as mretër, as pansanik të vjetër, dhe kapja që pini kushton vetëm 30 lek. Aq kushton të atëherë. Kostumi shumë i lirë, diploma nuk kushton, as rrojtja juaj. Po kush mund të blejnë të shpirtin tuaj, kush? Cili do princ amret do t'ishte i varfër para jush? Me thoni miqtë e mi, sa kushton çmimi juaj? Unë jam larg, shumë larg, e kudo jam e huaj. Vetëm me ju jam e vërtet, si stinë e plot, si lumi qetë, si sofrë shtruar me tupan, me këndoni miqtë e mi, vetëm një këngë, mbeq më reshok mbeq. Ju nuk keni makinë luksoze, ju s'keni shërbëtor, bota pa ju do t'ishte një hiç, s'do kishte triumfator. Të nderuar miq, ju jeni ambasador, zoq të qiellit, legjislator. Ju jeni të pavdekshmit me lapse me letër, edhe pse u ndrojnë princ e mretër. Shumë bukur edhe interpretimi jashtëzakonshëm. Mund të përcjellësh edhe nga ndonjë libër tjetër? Kur është të shkruar ky libër, ishin miqtë e mi Ridvan Libra, Shpëtim Kelmendi, Dok Keqaj, Gazmin Krasniqi, Fat Bardha, Vera, që rinim gjithë një bashkë dhe ishte ëndër atëherë, do të thotë, jo si sot, kishte purje pak, ishim pak, dhe çdo ditë takoheshim. Desha edhe një tjetër. Po, patjetër, pse jo? Atëherë, ndoshta është pak e gjatë, por prostituta. Ishte problematika atëherë e vajza që rëmbeheshin në Shqipëri dhe domosdoshmë që autor do të merren me këtë pjesë. Dikur i pasur bëheshe me mua, tani, më edhe hedhur e vjeftësuar. Dikur nata dehi në kupa vere, tani, nevëria kalon trotuareve, si lumë. Ah, ti bot, që mi shpin man poetë në vator, ah, ti bot që rëkullisësh me meteor, ti bot që sjell gëzimin, panikon, frikën, që sjell ujin, baltën, dritën. Ah, ju moderator, leqar të botës, si kur rinja të vinte edhe njëherë, si kur ditat më splakej, ka që shpejt. Do të drisha zvarë, e të rinë të zisi natat, futën kompjutera, makina moderne,
doja falë edhe që djallit. Tani po e shoh bilancin e moshës suaj, fuqinë e monellave. Diku poshtë i shoh të tmerruar, duke i lutur Zotit e qiellit, por Zoti s'fal kot mëkate. Sikur mes nesh të rrinte, do krijonte tjetër botë, tjetër njerëz, tjetër brum, po esni duke kërkuar mëshirë, si ju, e si unë, duke i thënë botës, lam të mirë. Me që jena në malsin e Tuzit, në malsin e malsis male. Në vitin 2001, unë isha në Kosovë, në mars, në vitit 2001, dhe dhurova këtë libër që ishte botuar në vitin 2000. E disa libra tjera. Më del një punojse, thot, unë njoh vetëm Linda Karadakun, no, thot, unë kam qef me pi një kafe me ty, thot. Aja Linda ishte gazetare, edhe ullë në bëjmë mohabet në tavolin. Edhe fillojnë problemet e luftës, e fillojnë në qa. Mos quaj, them unë, se unë e Shkodrës e them ç'ka kam shkruar për ju. Kur e lexoja krejt, Omani dhe tha, nëse të do t'jesh me Hazir Shalën, tha, edhe do të bëjmë, kena një tubim, tha, për Shabën Pollushën. E di që më kanë vënë presidium, kam rezitu këtë, janë qutar në kam, sepse ishte me të vërtet shumë e bukur. Atëherë, ne presim që ta Unë mund lexoj shumë pak, sepse kjo është e gjatë, por oj Kosovë, që ma gji pas këti, gjithë natë me përkund mua, shtektarin, në natën e pafund, mua birin tënd, shtektar të tokësime, unë që kurs me katova, e për i botës harruar, për e Evropës, coptuar. E di, që fatët janë një lloj diku puthen, falen dashurit, diku gjykohen për rëndit. E unë duhet i vras pritjet shekujt të mës në gjak, se mjaft kam pritur në limane dashurie, për këdhelje, puthje, për qafime. Mjaft kam pritur në limane shprejse, e andrat kam zgjue, në limane bese e mbesatue, po bërç, sopatave dertëve gjithë të pritje, limaneve, këto ullgryqe. E tjera sa është shumë e gjatë. Unë të falenderoj vërtet shumë për këtë atmosferë që në solle, pikërisht këtu, dhe shpresoj që edhe për teleshikuesi do të jetë vërtet një intervistë shumë e bukur. Të falenderoj shumë nga zemra që ishe me ne, që na mirëprite këtu në pedonalen e Shkodrës, që është dhe një vend vërtet artistik, kulturor, dhe si që është quajtur ndryshen nga të shumë të djepi i kulturës. Sigurisht të uroj shumë suksese në karrierën tënde. Faleminderit edhe njëherë që ishe me ne. Edhe unë ju falenderoj shumë, i përshëndes gjithë stafin e televizionit Boeing të Tuzit të Malsisë. Ju uroj çdo të mirë atyre njerëzve që bëjnë sakrifica, luftojnë me shumë qka, që ruajnë identitet, gjuhë e kulturë, dhe që për mu janë njerëz të mrekullueshëm. Janë njerëz të mi, se unë jam malcore, pavarësisht se unë mi 40 vite kam në Shkodër, por e unë i përshëndes tu nga Uda, nga Gjua Doli. Faleminderit edhe njëherë. Shikues të nderuar, ishim në një bisedë vërtet shumë të ngrohtë me zonjën Life Hasa, autore, tekstshkruese. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe së bashku ritakohemi në intervistat e radhës.